Mbi 250 milion euro të ndara nga buxheti I shtetit për organizimin e lojrave mesdhetare Prishtina 2030 kanë shkaktuar debat në Komisionin për Sport të hënën. Përplasja nisi pas propozimit të deputetës së Lidhjes Demokratike Adelina Thaqi, e cila kërkoi me amandament që të paktën 60% e fondeve publike të alokohen drejt për komunën e Prishtinës. Sipas saj, mbi 60% e garave do të zhvillohen në kryeqytet, ndaj edhe buxheti duhet të reflektoj këtë peshë organizative. Ky alokim do të përdoret ekskluzivisht për ndërtimin, rinovimin, përmirësimin dhe zhvillimin e trashëgimisë së objekteve sportive, hapësirave stërvitore, infrastrukturës së transportit, projekteve të rigjenerimit urban dhe punimeve të tjera publike të vendosura brenda territorit të kryeqytetit të Prishtinës. Por propozimi u kundërshtua ashpër nga Ministri I Sportit Blerim Gashani dhe deputetët e lëvizjes vetëvendosje. Në këtë kuadër nuk parashihet ndarje e fondeve sipas përqindjeve territoriale apo transferimi drejt për drejt I detyrueshëm I fondeve publike në nivel komunal, çka bën amandamentin të pambështetur në këtë marrëdhënie dhe në kundërshtim me parimin e financimit të integruar. Në të njëjtën mbledhje u rrëzua edhe një amandament tjetër I propozuar nga deputetja Partisë Demokratike Arbnora Salihu, që kërkon garanci ligjore për transparencë në lidhjen e kontratave për ndërtimin e objekteve dhe çështje të tjera organizative. Propozimi mori 5 vota për dhe 6 kundër. Në fund, komisioni me votim unanim dërgoi këtë projekt ligj te Komisioni I përhershëm për vlerësim dhe pastaj edhe në seancën plenare në Kuvend, ku do të votohet në lexim të parë. Kosova fitoi të drejtën për organizimin e lojrave mesdhetare në shtator të vitit 2023 në takimin e Komitetit Ndërkombëtar të Lojrave Mesdhetare në Heraklion të Greqisë. Ngjarja pritet të mbahet më 2030 dhe do të përfshijë 27 shtete me rreth 5000 atlet të disiplinave të ndryshme.